E megjithëse këtu po flisni për këta investitorët e huaj, le të flasim çik se kush i ka marrë deri më sot portet e vendit. Portin e Vlorës, Edi Rama ja dha për 1 euro Samir Manes, që të ndërtoj aty 663 apartamente dhe 2 hotele mbi një truall publik prej 57.000 metra shkatror. Portin e Durrësit, thonë ja dha Alabarit, Allajbeut, Aladinit, kush e di se kush qëndron aty nga mbrapa, Spaku do na e thotë, që po e shqyrton si dosje, por që e kthe nga portin tregtar kryesor të vendit edhe atë në hotele dhe në kazino. Porto Romanon, u desh të jap Kastratit, porton e Limionit, të jap Kastratit dhe Dulakut. Megjithëse na flisni këtu për investitorë të huaj, ndërkohë që 2 çështjet e shkuara që përmenda janë nën sekuestro nga Spaku. Vetëm për portin e Durrësit, Vlorës dhe të Limionit në Sarandë, këta investitorë strategjik kanë përfituar së bashku 1.1 milion metra katror truall publik. Çfarë pyetja, çfarë ka përfituar buxheti i shtetit? 1 euro. 1 euro dhe sigurisht taksat për ndërtimin dhe për konsumin, pra ato që do hanë do pinë. Shtrohet pyetja, çfarë do përfitojnë banorët e Durrësit, të Vlorës dhe të Sarandës?